mendoni që do të ecë më tej? Doja të thoja se krahasuar me protestat në Serbi, protesta e rinisë në Shqipëri, studentëve, të rive, por edhe moshave tjera, qytetarëve shqiptar, është një protestë disi më solide. Është një protestë e artikuluar shumë më qartë. Është një protestë me kërkesa shumë të sakta dhe që godasin thelbin e krizës që është krijuar në Shqipëri nga keqëqeverisja e rilindjes dhe kryeministit Edi Rama. Ndërkohë që në Serbi, sidomos në fillim, thjesht bëi fjalë për një godinë të rrëzuar dhe që kishte një pakënaqësi lidhur me korrupsionin. Këtu nuk bëhet fjalë për korrupsion, këtu bëhet fjalë për shitje të atë copa. Këtu bëhet fjalë për shkatërrim total të ndërgjegjes kombëtare, ndërgjegjes shoqërore, për shkatërrim të identitetit dhe gjithçka tjetër që ndodh, gjë që nuk ndodh dhe nuk ka ndodhur, dhe as nuk ka për të ndodhur në Serbi. Dhe përpasoj shkaqet e protestës në Shqipëri janë me një dimension shumë herë më të thellë, më të madh se sa ato në Serbi. Së dyti, duhet kemi parasysh se Aleksandar Vučić është një kriminal, është njësoj siç është edhe Edi Rama. Është i korruptuar, ndoshta Edi Rama është shumë herë më i korruptuar, por Aleksandar Vučić nuk është armik i popullit të tij, nuk është armik i Serbisë. Nëse ai bën krime, ka bërë krime në kuptimin e rujtjes së pushtetit të tij, por gjithmonë ka luftuar dhe ka punuar për interesat e Serbisë, ose sigurisht në rastet ku ka bërë krime nuk merren parasysh interesat e vendit, por në veprimtarinë e tij, në ligjet e tij, në qëndrimet e tij, në kushtetutën e tij, në gjithçka që ka funksionuar nga pikpamja institucionale. Ai është nis nga parimi për t'i bërë mirë Serbisë, pavarësisht se ai ndjek rrugën e Miloševićit për të destabilizuar rajonin dhe për të kërcënuar dhe për të zgjeruar territorin e Serbisë, për të bërë një Serbi të madhe me territore të shteteve fshinj. Ndërsa në Shqipëri ndodhe kundërta. Në Shqipëri ndodh ajo që copat e Shqipërisë u jepen oligarkëve vendas ose të huaj, u jepen politikanëve të fuqishëm të botës, të cilët garantojnë pushtetin e kryeministit Rama. Ka një diferencë të jashtëzakonshme këtërmes. Nëse ju dha Xhadri dhe Shënxhini Melonit, ju dha në momentin kur ajo ishte në kulmin e dashurisë dhe miqësisë me Donald Trump, dhe Edi Rama shpresonte se Meloni do ta ndërmjetësoj. Pra mendoni që po ishte në këtë situatë tani, Meloni Trump nuk do t'ia kishte dhënë. Po të ishte në këtë situatë, të jeni i sigurt se nuk do të kishte një vendim dhe një ligj parlamenti që një copë territori të Shqipërisë, ekstra territori të jepej Italisë për ta menaxhuar, për ta administruar dhe për të qenë aty për sigurinë e atij territori. Shqipëria nuk ka asnjë të drejtë mbi atë territor. Po kështu, dhënia e Sazanit, një princi, do të thosha, të familjes së Trump, Jared Kushner dhe vajzës së tij Ivanka, ishte një falje territori, por unë shtroj pyetjen, a do t'ja jepte Edi Rama, Jared Kushner, Sazanin, Zvërnecin e pjesë të tjera të territorit të Shqipërisë nëse Donald Trump nuk do të zgjidhej president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Sigurisht që jo. Atëherë, si mund të mos revoltohen shqiptarët për llogaritë personale të Edi Ramës të jepen territori kujtdo qoftë? Nuk është fajtor Jared Kushner, nuk është fajtor Donald Trump, nuk është fajtor Ivanka Trump. Është fajtor kryeministi i Shqipërisë, cilit protestuesit dhe populli shqiptar i kërkojnë llogari për përdorimin e territorit të Shqipërisë për pushtetin e tij personal. Është një sjellje harbute e panjohur në historinë
e kombeve dhe të shteteve kudo në botë, edhe në Afrikë nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Nuk ka ndodhur as me pushtuesit tanë, domethënë që nga mesjeta ose që nga antikiteti, që nga Roma e deri më sot nuk ka ndodhur që pjesët e territorit shqiptar të falen, të shiten ose të këmbehen për favore personale, për prestigj, për pushtet, për pasuri, për të me një megalomani të tillë siç e bën kryeministri i Shqipërisë. Ja çfarë thotë ky? Shqipëria pa mua nuk shkon në Europë. Shqipëria pa mua nuk mund të ecë përpara. Projekti im i zhvillimit është i vetmi që Shqipërinë e bën të përparuar. E tjera. Madje thotë unë jam ai person, i vetmi person që mund ta çoj Shqipërinë përpara dhe ta zhvilloj atë. Ndërkohë që ka patur 13-14 vite kohë për ta bërë këtë dhe e ka quar indietro, e ka quar mbrapsht, e ka thelluar krizën sociale, ka shpërngul 1 milion e ca shqiptar nga ky vend, sidomos të ri, një nga protestuesit që thret aty Rama Burg, Berisha Burg, e di çfarë deklaroi? Para 17 vjetësh ta kishim 140.000 studentë, zoti Rama. Sot kemi 100.000 studentë. Që do të thotë 40.000 studentë janë më pak si rezultat i keq qeverisjes së Edi Ramës. Kjo është e vërteta. Dhe këtë të vërtet njerëzit e njohin, protestuesit e din, populli e di. Deri më sot ka bërë kompromis me të keqen populli shqiptar. Tani nuk po bën kompromis me të keqen, nuk po bën kompromis me mashtrimet e Edi Ramës. Edhe sot ai vazhdon të mashtrojë, sikur në bulevard janë njerëzit që të ardhur nga Prishtina, nga Tetova, sikur janë njerëzit. E ka përmendur prapë sot madje që sëriqmi sot e përmend faktin që pas kanë ardhur nga Prishtina, nga Tetova. Mund të ketë një 10 veta që kanë ardhur nga Prishtina apo edhe një 5 tjerë që kanë ardhur nga Tetova. Por kjo është thjesht një alibi e tij për të përçarë popullin shqiptar, për të përçarë forcat politike shqiptare. Mjeshtri e cila është e sprovuar nga Edi Rama. E vetmja gjë që ai di të bëjë në mënyrë perfekte është të përçajë politikën, të përçajë studentët me pedagogët, e dim ne se si pati qenë zhvilluar ngjarjet kur studentët protestonin, të përçajë mjekët me pacientët, të përçajë gjithkën tjetër që është një relacion me dikë tjetër. Vetëm ky është personazhi i kulluar, i cili do të mirën e Shqipërisë, por në fakt do të mirën personale dhe familjare të tij. Në YouTube dëgjova se kur ai erdhi dhe u bë kryetari i Bashkisë së Tiranës, betoi dhe se betoi se do të qëndronte në shtëpinë e vllajt emigrant dhe nuk